Teatri Petro Marko së fundmi shfaqi me sukses një tjetër premier, por prej fillimit të vitit deri më tani nuk kanë munguar edhe aktivitetet të tjera të rëndësishme. Për Blu Televizion, drejtori i Teatrit Petro Marko Sokol Toto konfirmon se ky institucion tashmë ka si qëllim që t'i përçojë publikut vlonjat, vepra dhe shfaqje me vlera si edhe e fundit që kishte brenda si dramën ashtu edhe komedin. Jam shumë i kënaqur për punët që janë bërë nga stafi i Teatrit Petro Marko, në kuptimin që është rritur ana cilësore e veprave të sjellën teatr. Po shoh që edhe nga punonjësit është rritur edhe dëshira për të bërë, se pasi neve thrasim më shumë publik në teatr, edhe dëshira e punonjësve të teatrit, apo dhe aktorëve, apo dhe regjisë, apo dhe atij skenografit, atij krijuesit të muzikës, gjithmonë bëhet më e madhe për të qenë më afër publikut, pasi shikojmë edhe reagimin e publikut që na pret me shumë përzemërsi në teatr. Do të thoja që viti ka filluar mbar, sa po vum në skenë premierën e parë për këtë vit, një premierë e zgjedhur në mënyrë simatare nga regjizori i veprës, do të thoja bashkë me humorin ka dhe atë pickimin që duhet të ketë gjithmonë të problemeve të përditshme që ne hasim në jetën tonë. Teatri Petro Marko tashmë do të jetë në një shfaqje edhe në Shkodër, kjo sipas Totos edhe në marrëveshje me Ministrinë e Kulturës, që përveç Vlorës, çdo shfaqje të jepet edhe për publikun në qytete të tjera. Veç Shkodrës, teatri do të jetë prezent edhe në Fier. Nuk e lëm me transmetimin e kësaj vetëm në qytetin tonë, pasi kemi ndërmend që ta çojmë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, për të treguar që vërtet Teatri Petro Marko nuk është thjesht një teatr i një qyteti, po është një teatr me një emër të madh në gjithë kombin shqiptar. Teatri i madh i emrave të mëdhenj që kanë qenë dhe e kanë themeluar dhe e kanë mbajtur këtë teatr në këmbë. Nuk duhet përmend emra tani se janë shumë dhe do bëj gabim nëse do të harroj ndonjë, por them me të vërtetë që emri i Teatrit Petro Marko është një emër shumë i madh, jo vetëm për qytetin, por për gjithë vendin. Në një takim që patëm me zëvendës Ministrën e Kulturës, zonjën Elira Pipa, diskutuam që teatrot e mëdhaja, siç është Teatri Petro Marko, Teatri Migjeni i Shkodrës, Teatri Anton Zaku Çajupi i Korçës, apo Teatri Aleksandr Mojsiu i Durrësit, Teatri Skampa i Elbasanit, mos të jenë teatro thjesht që qëndrojnë brenda qytetit, po të lëvizin në gjithë Shqipërinë. Së pari një gjithë rajonin, gjithë prefekturën e Vlorës, teatri mos jetë më teatr thjesht i qytetit Vlorë, por të jetë teatri i prefekturës, teatri i qarkut. Në të gjitha qarqet, këto teatrot e mëdha do t'i mbulojnë. Dhe përveç kësaj, duhet të zgjedhim 2 qytete, të cilët ju do të transmetoni shfaqje të ndryshme nga ato që prodhoni gjatë vitit. Dhe ne kësaj radhe kemi zgjedhur Shkodrën si një nga qytetet më në zë për sa i përket teatrit, dhe Fierin që e kemi një teatr komshi, do thosha, këtu afër, i cili me sa kuptoi ka një lloj ngërshi sepse ata kanë mungesë aktorësh dhe gjithmonë transmetoj shfaqje të importuara nga teatrët e tjera. Kështu që na erdhi radha neve që të eksportojmë një shfaqje tonë në Fier. Tashmë qëllimi i Teatrit Petro Marko është për të qenë sa më pranë publikut dhe jo vetëm në Vlorë, por edhe qarqe të tjera të vendit.